Deri sa po vija shumë të dashur gazetar në konferencë, unë juftova me një fakt shumë interesant. E mora listën e kompanive të cilat janë të certifikuara për të shitur energjinë elektrike në vendin tonë, pra si furnizues, dhe në fund të kësaj liste është një kompani e cila është në proces të licencimit dhe që është Management and Development Association. Kjo kompani, pra njohur se MDA, është kompani që ka qenë në pronësi të shefit të stafit të kryeministit zotit Kurti, pra zotit Luan Dalipi. Ky është themelues dhe njëkohësisht ka qenë aksionar i kësaj kompanie. Pra MDA-ja e shefit stafit të kryeministit që sot drejton Dalipi, e me gjasë është vllau i shefit stafit kryeministit, ka aplikuar për licencë për furnizim me energji elektrike në vendin tonë. Në një anë, kryeministri e dërgon vllaun në departamentin për shitblerje të energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi stafit kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg lirë me u shit energji elektrike. Përbes kjo është e tmerrshme dhe këtë nuk dija mund ta quajmë me korrupsion, sepse dhe niveli i këtij krimi ka shkuar aq lart dhe po e rrezikon aq shumë mirëqenien e qytetarëve tonë, saqë është bërë e threkshme me mendu ndoshta edhe me jetu në këtë vend. Kur kapen institucionet në këtë formë, ku vëllezërit, motrat, kushërit, farefisi janë të angazhuar nga qeveria në ikje në asetet kryesore të vendit tonë, pra në korporatën energjetike, në shitblerjen e energjisë elektrike, pra duke i shfrytzuar asetet e vendit tonë, pra për të pasuruar një grup i ngushtë i njerëzve. Ky është një grup kriminal. Nuk meriton të quhet grup politik, sepse kur në këtë rast nxjerr 1300 kompani në treg të lirë dhe ja u shtrejton rreth 280 çmime energjisë elektrike, dhe vllau i shefit stafit kryeministit kërkon licencë me u shit rrym këtyre kompanive, kjo është e tmerrshme.